Ju që jeni duke nga ndjekur këtu në këndin e kuzhinës. Jemi në studion e Institutit të Artit Kulinar Royal. Jam me nxënësen time Dorela. Përshëndetje Dorela. Përshëndetje. Dorela mua do më ndihmoj për të bërë recetën pasi do bëj taratorin e kësaj recete. Është një ndërthurje vërtet shumë interesante, quhet koshere. Janë përbërësit oriz basmat. Janë makarona, ara myshkut, është kanella, kumulli, qepa dhe kosi. Ndërkohë, asistenti jemi Dorel, faleminderit, do merret me taratorin, kurse unë do filloj të kaordis makaronat i skuq, më pas do edhe orizin, dhe kështu do skuq dhe qepën. Është një ndërthurje perfekte. Atëherë na ndiqni. Dorel, fillo. Atëherë Dorela merr kungullin, pak kungull, pak pudhur, kosin, nisim. Atëherë unë filloj me radhën e parë të punës. Marrim qepën, e presim sa më një të jetë e mundur, e lëmë qepën, dhe që bëjmë në pjesën e parë, vendosim dhe qepën këtu që të lirojmë pak vëndin. Atëherë me kujdes, e ishim fare më mirë, e vendosim të pjata tjetër këtu poshtë, kemi tasin, fillojmë me skuqen e qepës, karamelizim e qepës. Atëherë Dorela është duke skuqur me pak vaj këtu. Urdhëro. Dorela, si po duket kjo recetë ju pasi ti e ke gatuar në Është recetë e thjeshtë, edhe shumë e shijshme, cilën mund ta bëjnë në shtëpi shumë kollaj domethënë. E di si ka lindur kjo recetë, Dorel. Kjo ka lindur ndërkohë edhe punën me flasin. Kjo Dorel ka lindur, kjo recetë ka lindur si gjatë magazinimit të çdo produktit, gjërat bien. Ka njerëz të papërgjegjshëm që i rrëzojnë ose nga vetë puna rrëzojnë. Dhe duke u rrëzuar, ka makarona që kanë ngelur të thyera. Dhe çfarë kanë bërë tash shefat e kuzhinës me përvojë, kanë marrë ato lloj makarona që kanë përzier me orizin basmat dhe kështu kanë zgjedhur një recetë. Po është vërtet shumë e shishme kjo recetë për gjithë televizionistë pasi ka kosin, është kosi, është hudhra dhe kungulli. Pastaj është ara myshkut, mas arës është dhe kanella. Dhe këtu është dhe speci djeks. Speci djeks ku e ke? Që që kujtova speci djeks? E bëjmë me ginger. Fix. E bëjmë me ginger. Ja pra, kemi ginger. Dhe djegësira hollohet me shuhet me kosin. Kosi jep një freski. Po. Dhe kemi dhe domatet që do ta vendosim. Pasi asistenti imi nuk i kishe bërë të gjitha, atëherë. Qepën, pak ginger. Ja për gingerin këtu. Dhe qepën e karamelizuar. Qepë. Ja dhe pomodorini, marrim pak pomodorini. 3 kokra pomodorini, i bëjmë ginger. Ja pra, edhe pomodorini. Tu kemi selinon dhe të ziher për të bërë buljonin. Atëherë, qepë e karamelizuar, pomodorini me ginger ose me spes djeks. Është kanella, është ara myshkut, makaronat, orizi dhe taratori. Të gjitha këto ingredientë të përzihen në një recetë, është vërtet fantastike dhe për ju që jeni duke na ndjekur, për ju ambisa, për ju dashamirës të kuzhinës, gatuani këtë recetë siç unë po ja servir pasi është vërtet një recetë. Pasi kam karamelizuar qepën, që jeni duke parë, e vendos qepën tek tasa. Ndërkohë nxehtësia që ajo ka marrë, e bën deri në fund. Atëherë, me kujdes,
Ginger. Ja pra, ginger, fillem dhe me radhën tjetër. Domatën. Thjesht në kaq. Një kaudisje thjesht e lehtë. Endeze. Sërish pak vaj ulliri. Ja hapim në maksimum. Ginger powderin. Mund ta bëni dhe mes 5 djegës. Me zjarë fort vetëm një kaudisje të lehtë. Ja, pa, edhe taratorin është duke bërë dorejle. Ndërkohë, marrim një pjatë tjetër. Një pjatë tjetër. Shtoj dhe domatën këtu. Atëherë, me kujdes, shtoj sërish pak vaj ulliri, ta mora. Urdhë dorel. Dorel, kur e provoj të recetë si të duk, shtojmë makaronat, e gjim pak qepën. Si të duk jo recetë, Dorel? Ishte një recetë shumë e shishme. Dorela, ke gjatë gjithë saj kohë, atëherë për ju jemi duke skuqur makaronat. Ndërkohë jam duke biseduar me Dorela. Po Dorel, mas gjithë saj kohë që ju keni bërë mësim tek ne, si po dukeni, si jeni kur gatuani, ose kur japim receta të reja, si dukesh, domethënë të pëlqejnë, e kap direkt, si... Po, normal më pëlqen. Dhe është ajo që mëson diçka të re. Po? Se në fillim të duket sikur çfarë po bën, po pastaj Të duket e vështirë. të duket e vështirë. Po pastaj kur i bën në recetat e shkon që me pak gjëra dhe dalin receta të shishme. Thjesht duhet, vetëm thjesht duhet vëmendje për të bërë diçka interesante. Po. Vëmendja është e para. Atëherë, kemi skuqur pak makaronat, kemi skuqur orizin, tigani ishte i nxehtë, shtojmë kanellën, pak Kjo kanellë. është gati. Gati dhe taratorin dhe ne avash avash pak arë myshku. Kanë të dyja një ngjyrë, pak a shumë, po është një recetë vërtet fantastike. Kanellë, që kanella ka veti të mrekullueshme, kurusa. Jemi mësuar gjithmonë që e konsumojmë me ëmbëlsira, por sot jemi duke e gatuar. Atëherë i lëm dy erëzat tona të mrekullueshme, arë dhe myshkut, lërëm në vendin, kemi taratorin gati, domata, avash ne do merremi me serviren e pjatës. Ja, po kjo është pjata që ne do ta servirim. Shtojmë dhe pak. Shkoj pa çfarë ngjyre ka marrë orizi, nga kanella dhe nga ara e myshkut. Kemi zier selinon, kemi shtuar selinon. Atëherë Dorel, jemi gati, ha? Po. Atëherë, të lutem edhe një... lukën e kemë, fal. Atëherë, ndërkohë, çfarë bëjmë? Vendosim taratorin, kosim. Në pjatë derisa ajo të zihet. Faleminderit. E ke bërë shumë mirë me thonë drejtën. Tashi, me kujdes, e hapim të mënyrë. Jemi në qendër pjatës, një pjatë Dorela, që vërtet të bëhet e mirë, duhet të jetë, domethënë të jetë e shijshme, duhet të jetë zbukurimi, duhet të jetë në mënyrë të drejtë, domethënë kaq hapësirë këtu, kaq këtu. Tashi ne e shohim që në pjatë do dhe pak, e çojmë dhe pak këtu. Ky është kosi, jo? Në kujdes, e shohim që do dhe pak në këne, dhe çfarë bën Dorel, e hapim dhe pak këtu. Tani, hapim në mënyrë të drejtë dhe pak, ashtu. Tani,
Me kujdes Doren marrim kungu që ti ke skuqur. Dhe vendosim këtu. Kjo është një formë, se ka dhe forma që ne mund të bëjmë. Dekori është i lirë. Po, është i lirë. Një pjatë e bukur do dhe një dekor, po e veçanta kësaj recete është se kjo është dhe nxehtë dhe ftohtë njëkohësisht. Për arsye se ka ka dhe gjingjer, ka dhe arme myshkut, ka dhe makarona, edhe oriz, edhe është një gjë fantastike. Tani, Përveç pjesës së kuzhinave na ndodhet edhe neve në shtëpi që gjejmë ato pakot e makaronave të thyera. Po, diskutohet, nuk diskutohet. Edhe kjo është që ne t'i vendosim gjithçka. Atëherë, jemi rregull deri këtu Doren? Po. Atëherë, me kujdes, shohim orizin, që është gjatë fundit. E këndo të bëjmë shumë, atëherë që bëjmë? Ne të ta presim. Atëherë, marrim domatën. Pak domate. Të dhe me qepën. Dhe presim derisa orizi të bëhet qepën e karamelizuar. Oriz basmat, makarona, asnjë gjë s'duhet dali jashtë teut. Mos t'i vëmë më shumë, edhe pak qep, se duhet t'jenë në mënyrë të barabartë që mos ndikoj as domatin dhe as qepa. Shtojmë vetëm pak piper të zi. Dhe tash çfarë bëjmë? Presim derisa orizi të bëhet. Animojmë pak që të jetë në mërësi, me pak vaj ulliri. Dhe e presim. Ja pra, makaronat mundohemi që shohim pak, zim. Të zim. Tashmë ne do t'i vëmë pak oriz për sipër dhe do konsumojmë taratorin, orizin, makaronat, po, qepën e karamelizuar, domatën djegësit që është me gjingjeri, gjithçka dhe kosi, hudra, kungull, qepën e karamelizuar, domatën dhe gjithçka e kemi gati të presim. Atëherë Dorela e kemi gjithçka gati dhe orizi është ka përfunduar, shikoni pa. Pse trëmbësh Dorel? Pse më largosh? Gati. Me kujdes tashmë, ç'a bëjmë? Shiça, aroma është fantastike. Aroma. Ndihet aroma. Basmatës. Tani me kujdes ç'a bëjmë? Që mos të dalin, kalojmë të këtu. Opa. Me kujdes, sërish, me kujdes. Opa. Tash i marrim të makaronën këtu. Për ju që po shihni këtë video, nuk ose ka shumë sy, po ka një shije. Ka një shije vërtet fantastike. Marrim pak majdanos. I vendosim pak majdanos. Pak gjethet. I vendosim anash. Për të tyre atë. Është një specialitet vërtet i këndshëm, orizi basmat, lehtësia e tij. Kanella, ara e myshkut, mas arës së myshkut,
është taratori kod, është djegsja domatja, qepa karamelizuar dhe është fantastike. Edhe i vendosim me këtë. Fshim pak të. Kjo ishte pjata koshere. Edhe njerë është orizi basmat, është makaronat, gjatë transportit makaronat thyen, dhe gjithë makaronat e thyre, ne kemi kaordisur, kemi shtu edhe orizin dhe kemi me bulion i kemi zjerë. Ndërkohë, asistenti jene Dorelja nëzënse ka bërë taratori me kos dhe me kungull. Unë ndërkohë, pasi i kaordisa, i shtova kanelën, i shtova arën e myshkut dhe i lash për të zjerë më. Pastaj bëra qepën e karamelizuar, bëra me spec djegë ose me gjingjer, bëra domaten dhe i shtrova shtresa. Taratori në fillim, domatet, qepën, orizin me makaronat, pak madanos për dekor dhe kjo ishte pjata e përfunduar. Unë i falenderit për vëmendjen, mirë të takoheshim në puntate tjera. Falenderit Dorel. Faleminderit. Si të duk kjo të kesh mësoj pas se ta mbyllim? E servira bukur apo se kam servir gjë? Jo, shumë bukur. Po mund ta bëshim edhe, po për pasur që ne mund ta bësh edhe një herë se pas se ta mbyll. Në rast se ne mund ta bëjmë, domethënë ta hedhim në një pjatë për risotto, unë mendova ta hedhim këtu për arsye se duke kapur me luk e nisim rjesht. Dhe e shohim atë që ne konsumojmë. Makaron vetëm një gabim i kësaj recete është, Dorel, që ti nuk e kape, makaron do të ishin thyer edhe pak më shumë. Qam bukur edhe ashtu. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.